Rimin Marta Kos. Përshëndetje, ishte një tjetër ditë europiane në plot kuptimin e fjalës për Shqipërinë dhe Tiranën, ku u mblodhëm për samitin e planit të rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, një tryezë që është ndërtuar për të bërë një bilanc të periudhës midis samiteve, për të vlerësuar rezultatet e nismave të përbashkëta, për të nënvizuar angazhimet e reja, për të ndjekur në mënyrë të detajuar kalendarin e detyrave që ka çdo njëri nga shtetet e Ballkanit Perëndimor në raport me planin e ri të rritjes, dhe për të diskutuar në fund në mënyrë të lirshme lidhur me gjithçka që secili ndjen të nevojshme të ndajë me tryezën. Sot mund të them që kemi mbyllur një takim edhe një herë tjetër të frytshëm me hapa konkret të mëtejshëm që e afrojnë mëtej rajonin me Bashkimin Evropian, duke konfirmuar përsëri se plani i rritjes është një urë e shpejt dhe e sigurt drejt tregut përbashkët evropian. Shkurtimisht po sjell këtu në vëmendje të publikut disa nga angazhimet, roamingu që me marrëveshjen e re do të përfshihet edhe për qytetarët tanë në regjimin e Bashkimit Evropian, një hap shumë i rëndësishëm dhe domethënës pas atij me pagesat, të cilat tani më bëhen pa asnjë ngarkesë ekstra, duke kursyer dhjetra miliona euro nga xhepat e qytetarëve të secilit prej vendeve të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor. Ndërlidhja me korridoret europiane vazhdon të mbetet prioritet dhe vazhdon të financohet nga instrumentat e Bashkimit Evropian. Tregtia dhe lehtësimi i saj përmes një plani të detajuar lidhur me pikat kufitare, transformimi digjital dhe identiteti digjital, të cilin ne kemi gratis që kemi prezantuar dhe do të afusim në jetën reale në fillim të vitit të ardhshëm, duke praktikisht i paraprirë atij që do të jetë pastaj gjithë sistemi i identifikimit digjital të Bashkimit Evropian, që do të thotë do të ketë më nevojë për karta identiteti, për pasaporta e kështu me radhë, sepse identifikimi do të bëhet thjesht përmes celularit. Dhe po ashtu, identiteti digital do të vlejë dhe për shumë aktivitete të tjera që kanë të bëjnë me transaksione financiare, që kanë të bëjnë me blerjet e drejt për drejta përmes telefonit, dhe patjetër folëm edhe për afrimin në zinxhirin e vlerës Bashkimit Evropian në aspektin industrial dhe për turizmin si një komponente që duhet fuqizuar në sensin e bashkëpunimit mes vendeve,
Në ndërkohë që mendoj se kemi hapur një shtek tjetër për të